Të njëjtën në mbrëmje, ambasada amerikane dha një sinjal, një lajmërim të kuq për të gjithë shtetasit amerikan që jetojnë në Shqipëri. Në fakt, lajmi tronditi shumë veta në Shqipëri, të paktën ata që e ndjejnë dhe që kuptojnë rrezikun. Ambasada amerikane në Shqipëri paralajmëroi se grupet të lidhura me Iranin mund kryejnë sulme të mundshme. Objektivat e mundshëm nuk janë vetëm persona apo organizata specifike që lidhet me prezencën e opozitës iraniane në Shqipëri, por edhe vende të zakonshme publike si zona turistike, qendra tregtare, hotele, restorante dhe klube. Ambasada u bëri thirrje qytetarëve amerikanë që ndodhen në Shqipëri të tregojnë një vigjilencë të shtuar, të ndjekin informacionet në media apo të jenë të kujdesshëm me sigurinë personale. Në një reagim pasues, ajo theksoi se po bashkëpunonte ngushtë me autoritetet shqiptare, po vlerësonte situatën dhe po punonte për uljen e rrezikeve të sigurisë. Por në thelb nuk bëhet fjalë për një sulm të konfirmuar, por për një paralajmërim paraprak sigurie me qëllim rritjen e kujdesit dhe parandalimin e rrezikeve. Qeveria shqiptare bëri menjëherë reagimet e saj. Ajo hodhi poshtë të gjitha historitë se Shqipëria mund të jetë një shënjestër e Iranit. Pas deklaratës së ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë për një kërcënim të mundshëm nga element të lidhur me Iranin, reagimi i qeverisë shqiptare ka qenë disi i matur dhe qetësues për publikun. Autoritetet shqiptare theksuan se janë në kontakt të vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara, dhe se strukturat e sigurisë janë në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo rrezik të mundshëm. Institucionet përgjegjëse për rendin dhe sigurinë kanë rritur vigjilencën dhe po monitorojnë situatën nga afër. Qeveria ka siguruar qytetarët se nuk ka vend për panik, duke nënvizuar se Shqipëria ka përvojë në menaxhimin e situatave të tilla dhe bashkëpunon ngushtë me aleatët në kuadër të sigurisë kombëtare. Mesazhi kryesor ka qenë që qytetarët të vazhdojnë jetën normalisht, por njëkohësisht të tregojnë kujdes dhe të jenë të informuar. Në të njëjtën kohë, është theksuar se rëndësia e institucioneve të sigurisë dhe inteligjencës po punojnë për parandalimin e çdo incidenti dhe për garantimin e rendit publik në vend. Por a ka kërcënuar ndonjëherë Irani Shqipërinë? A ka qenë ndonjëherë Shqipëria një shënjestër e madhe e një prej fuqive më të mëdha të terrorizmit në botë? Do t'japim disa prej historive ku Irani ka kohë që do ta sulmojë Shqipërinë. Në janar të vitit 2020, një nga fjalimet e tij më të forta pas tensioneve ushtarake në lindjen e mesme, Ali Khamenei, lideri suprem i Iranit, aktualisht i ekzekutuar nga sulmet e Izraelit dhe SBA-s, u përqendrua kryesisht në akuza ndaj Amerikës dhe aleatëve të saj. Fjalimi aso kohë vinte në një moment të ndjeshëm pas sulmit me raketa ndaj bazave ushtarake amerikane në Irak dhe kishte një ton të fortë politik dhe ideologjik. Brenda këtij konteksti, Khamenei përmendi edhe një vend shumë të vogël por shumë të keq europian, ku sipas tij amerikanët bashkëpunonin me tradhtarët iranian kundër Republikës Islamike. Edhe pse ai nuk e përmendi drejt për drejt me emër, interpretimet e shumta e lidhen referencën me Shqipërinë, i cili mbetet i vetmi vend në Europë që strehon mujahedinët. Në diskursin zyrtar iranian, ky grup konsiderohet si tradhtar, çka shpjegon edhe terminologjinë e përdorur në fjalim. Sipas deklaratave të tij në këtë vend evropian, elementë amerikanë dhe pjesëtar të Mekut kanë bashkëpunuar për të planifikuar veprime kundër Iranit. Khamenei pretendoi se këto plane u reflektuan në protestat që ndodhen në Iran, duke akuzuar se disa prej këtyre individëve kishin hyrë në vend për të nxitur destabilizim. Ai shkoi më tej duke deklaruar se agjentë armiq kishin ndërmarrë veprime për sabotim, dhunë dhe përpjekje për të minuar qeverinë dhe kushtetutën iraniane. Në vijim të fjalimit, lideri iranian theksonte se këto përpjekje ishin të mbështetura financiarisht dhe politikisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se Washingtoni kishte reaguar me entuziazëm ndaj trazirave, duke besuar se sistemi iranian po dobësohej. Në thelb, mesazhi kryesor i Khameneit ishte paralajmërues. Ai identifikoi armikun si SBA-n, por edhe Shqipërinë. Kjo tregonte qartë se marrëdhëniet midis Iranit dhe Shqipërisë mbeteshin të tensionuara dhe të ndikuara nga zhvillimet gjeopolitike më të gjëra.
Në vitin 2022, Shqipëria u përball me një nga sulmet më të mëdha kibernetike në historinë e saj, të cilin qeveria akuzohej se e kishte orkestruar Republika Islamike e Iranit përmes grupeve të lidhura me strukturat e inteligjencës së këtij shteti. Sipas hetimeve të ndërkombëtarëve, sulmuesit shtetëror iranian kishin fituar qasje në sistemet kompjuterike qeveritare dhe punuan për muaj të tërë përpara se të lëshonin një mjet destruktiv të tipit Disk Viper, i cili ndërpreu shërbimet online të institucioneve. Hetimi FBI-s dhe agjensive amerikane tregoi se ky grup hakerash kishte zhvilluar sulme për rreth një vit përpara fazës më të dëmshme të incidentit. Si pasojë e këtij sulmi, qeveria shqiptare aso kohë deklaroi se shërbimet online publike për disa ditë ishin paralizuar, duke prekur funksionet bazë të administratës shtetërore dhe duke krijuar shqetësime të thella për sigurinë kibernetike të vendit. Kjo çoi në një vendim historik. Shqipëria ndërpreu marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe dëboi stafin e ambasadës iraniane në Tiranë, duke akuzuar këtë shtet për agresion kibernetik dhe kërcënim ndaj sovranitetit kombëtar. Incidenti i vitit 2022 pasqyronte tensionet e zgjatura midis Tiranës dhe Teheranit, pjesërisht si pasojë e pranisë në Shqipëri të organizatës opozitare iraniane MEK, e cila është strehuar në Shqipëri. Kjo lëvizje troqi vëmendjen dhe antagonizmin e regjimit iranian, duke bërë që infrastruktura digjitale shqiptare të shihej si një objektiv në një konflikt më të gjerë gjeopolitik. Në vitin 2026, tensionet kibernetike u reflektuan sërish kur grupet e hakerave që quhen Homeland Justice pretendojnë se kanë kryer sulme të reja ndaj sistemeve të IT-s të institucioneve shqiptare, duke përfshirë shërbime të rëndësishme si postën shqiptare dhe duke pretenduar akses ndaj sistemeve të gjykatës lartë dhe prokurorisë të përgjithshme. Marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Shqipërisë dhe Republikës Islamike të Iranit u përshkallëzuan në një moment të ndjeshëm dhe të tensionuar në shtator 2022. Qeveria shqiptare vendosi të mbyllë ambasadën iraniane në Tiranë dhe t'i jap diplomatëve iranian një afat të shkurtër për të lënë vendin pas akuzave se struktura e Teheranit ishte përfshirë në veprimtari që cënonin sigurinë kombëtare të Shqipërisë. Ky vendim u morë pas një sulmi kibernetik të rënd ndaj sistemeve qeveritare shqiptare, të cilin autoritetet e vendit e lidhen me regjimin iranian. Një akt që Tirana e konsideroi si një formë agresioni dhe kërcënim për sovranitetin e saj. Në ditët që pasuan, u urdhërin e largimit të diplomatëve, raportimet treguan se stafi i ambasadës dogji dokumenta brenda ndërtesës përpara se të largohej, ndërkohë që forcat policore shqiptare kryenin kontrollin e objektit. Kjo nënvizoi seriozitetin e situatës dhe shqetësimet e agjensive të sigurisë për aktivitete të dyshimta brenda mjediseve diplomatike. Ky zhvillim është pjesë e tensioneve më të gjera ndërkombëtare që lidhen me aktivitetet e Iranit në rajon dhe më gjerë, përfshirë shqetësimet e vazhdueshme të bashkësisë ndërkombëtare mbi sigurinë kibernetike dhe aktivitetet e grupeve të lidhura me regjimin iranian. Vendimi i Shqipërisë për të ndërprerë misionin diplomatik iranian ka marrë mbështetje nga aleatët ndërkombëtar, duke reflektuar rëndësinë e ruajtjes së sigurisë kombëtare dhe respektimin e rregullave ndërkombëtare në diplomaci. Absolutisht që shënjestra kryesore është Manza. Për shkak të bazës aty ku ndodhet opozita iraniane. Shpesher, kjo bazë ka qenë nën sulmet e vazhdueshme të celulave terroriste iraniane. Por që për fat të mirë, CIA e ka ndihmuar gjithmonë Shqipërinë për të neutralizuar gjithmonë sulmet e tyre. Në verën e vitit 2022, ngjarjet që përfshin organizatën opozitare iraniane MEK në Shqipëri u shoqëruan me shqetësime serioze sigurie për banorët dhe komunitetin ndërkombëtar. Përpara se të zhvillohej Free Iran World Summit, një summit i planifikuar për datat 23 dhe 24 korrik në Mancë, Durrës, ambasada amerikane në Tiranë lëshoi një paralajmërim zyrtar për një kërcënim potencial që synonte këtë summit. Sipas njoftimit, qeveria amerikane ishte e vetëdijshme për mundësinë e një sulmi dhe këshilloi shtetasit amerikanë të shmangnin eventin, të monitoronin mediat lokale, të ishin të kujdesshëm ndaj mjedisit përreth dhe të qëndronin me profil të ulët. Ky paralajmërim u dha në një kohë kur institucionet shqiptare po përballeshin me një sulm kibernetik të përmasave të mëdha ndaj sistemeve qeveritare të vendit, i cili u quajt një krim i koordinuar nga jashtë. Autoritetet shqiptare shprehën dyshime se sulmi mund të kishte lidhje me shtetet e huaja, çka e bëri qeverinë të thoshte se po kërcënoi siguria kombëtare dhe stabiliteti i vendit.
Si pasojë e këtyre paralajmërimeve dhe vlerësimeve të sigurisë, vetë organizatorët e Free Iran World Summit njoftuan më pas se e shtynë vendin për arsye sigurie, duke vepruar sipas këshillave të qeverisë shqiptare dhe autoriteteve të sigurisë për të ruajtur integritetin e pjesëmarrësve dhe të komunitetit. Paralajmërimet e ambasadës amerikane luajtën një rol kyç në vendimarrjen për mos u zhvilluar samiti, për të mbrojtur jo vetëm pjesëmarrësit, por edhe stabilitetin e vendit pritës. Shërbimet sekrete amerikane njoftuan se kishin identifikuar një celulë iraniane që mund krijonte akte armiqësore ndaj këtij samiti. Celulat e lidhura me Iranin zakonisht nuk janë struktura të mëdha apo të dukshme, por rrjete të vogla të fshehta dhe fleksible, të ndërtuar për të vepruar pa u zbuluar. Ato janë pjesë e gardës revolucionare islamike, veçanërisht njësia e saj jashtme, forcat Quds. Celulat janë të vogla, 3 deri në 8 persona, për të minimizuar rrezikun e zbulimit. Antarët shpesh nuk e njohin të gjithë rrjetin, vetëm kontakte direkte pra një strukturë qelizore. Ka një ndarje të qartë rolesh, organizator, mbështetje logjistike, operativ në terren. Komunikimi me komandën bëhet në mënyrë të kufizuar dhe të koduar. Shpesh përdoren ndërmjetës ose persona të tretë për të shmangur gjurmë direkte. Celulat operojnë në mbulesa civile, biznese, udhëtime, aktivitete normale. Sigurojnë burime, financime të fshehta, pajisje komunikimi e të tjera. Aktivitetet e tyre përfshin mbledhje informacioni, survejim të objektivave në disa raste, përgatitje për aksione të targetuara. Këto struktura janë të dizajnuara për të qenë të padukshme dhe të vështira për të gjurmuar, por në shumë raste në Europë, ato janë zbuluar dhe çmontuar nga shërbimet e sigurisë përpara se të kryenin veprime. Ka disa precedent në Europë që lidhen kryesisht me opozitën iraniane. Pra e thënë më shkurt, targetimi i tyre janë vetëm opozita e tyre që ndodhet në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet konteksti pas kësaj deklarate. Kudo, celulat iraniane nuk kanë kryer sulme të hapura, si luftë, por komplote, atentate të synuara ose operacione të fshehta, vetëm kundër opozitës së tyre. Në vitet e fundit, disa vende europiane kanë zbuluar dhe parandaluar plane sulmesh ndaj kundërshtarëve të regjimit iranian. Në Francë 2018, autoritetet ndaluan një komplot për bombë kundër një aktiviteti të opozitës iraniane pranë Parisit. Në Danimark po atë vit u zbulua një plan për vrasjen e një aktivisti iranian. Në Holland u raportuan vrasje të lidhura me individi iranian në vitet 2015-2017. Në Gjermani dhe disa vende të tjera europiane, shërbimet e sigurisë kanë raportuar aktivitete spionazhi dhe survejimi ndaj kundërshtarëve të Iranit. Celulat iraniane kanë qenë të përfshira në incidente sigurie në Europë, por kryesisht në formën e operacioneve të targetuara dhe të fshehta, jo sulme masive ndaj publikut të gjerë. Shumë në këto raste u parandaluan nga shërbimet europiane të sigurisë. Paralajmërimet CIA e ambasadës amerikane zakonisht bazohen pikërisht në këto precedent, pra rrezik potencial për objektiva specifike, jo për popullsinë në përgjithësi. Kur garda revolucionare iraniane kishte vënë në shënjestër 2 persona në Shqipëri, kryegjyshin botëror të Bektashimve dhe ish ministrin Pandeli Majko, në Shqipëri kur kush nuk e mori në mënyrë serioze këtë kërcënim. Sepse në Shqipëri të kërcënosh, gjithmonë njerëzit qeshin, sepse nëse nuk ka pasoja, gjithmonë mendojnë se kjo nuk është e vërtet. Kërcënimet ishin më se reale. Neutralizimet nuk i përkasin shqiptarëve, i përkasin të tjerëve. Duke qenë se Pandeli Majko në cilësinë e ministrit të shtetit për diasporën dhe kryegjyshi botrori Bektashimve ishin pjesë pandare këtij samiti dhe ndihmonin në mbajtjen dhe mbarvajtjen e tij në Shqipëri, antiterrori shpërndau informacion se mund të ishin një target sulmi. Por edhe pse lajmet që qarkulluan për një kërcënim të mundshëm ndaj ish ministrit Majko dhe kryegjyshit botror, në Shqipëri këto mbeten informacione informale dhe pa konfirmim zyrtar. Gjithsesi, paralajmërimet duhet shërbejnë si një thirrje për reflektim mbi seriozitetin e trajtimit të informacionit të sigurisë. Një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare këto lajme i konsideroi asë kohë me humor
dhe jo si një vend ku kërcënimet globale dhe rajonale mund të ndikojnë gjithmonë e më shumë në rendin publik. Çdo informacion, qoftë i bazuar në zëra apo spekulime, nuk mund të injorohet lehtë. Serioziteti në trajtimin e këtyre të dhënave është jetik për disa arsye. Parandalimi i panikut duke patur një proces të strukturuar për vlerësimin e kërcënimeve. Qytetarët mund të informohen në mënyrë të qartë dhe të balancuar. Reagimi i shpejtë edhe paralajmërimet jo të konfirmuara mund të ndihmojnë në një rritje vigjilence për të marrë masa mbrojtëse. Në një kohë kur siguria publike është kthyer në një prioritet global, mungesa e masave bazë mbrojtëse në ambientet me frekuentim të lartë në Shqipëri ngrinte shqetësime serioze. Hotelet kryesore dhe sidomos qendra tregtare në Shqipëri, të cilat çdo ditë mirëprisnin mijëra qytetarë dhe turistë, vazhdonin në shumë raste të operonin pa pajisje elementare sigurie si detektorët e metaleve. Paralajmërimi i bërë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë nuk ishte për qëllim të krijonte panik, por të rriste ndërgjegjësimin mbi rreziqet potenciale. Pikërisht kjo është arsyeja pse ai duhet parë si një thirrje për një reflektim dhe veprim konkret, sidomos nga bizneset që mbajnë përgjegjësi direkte për sigurinë e qytetarëve. Në realitetin e sotëm, siguria nuk është luks, por është zgjedhje, është detyrim. Instalimi i detektorëve të metaleve në hyrjet e qendrave tregtare dhe hoteleve nuk është një masë ekstreme, por një standard minimal që zbatohet gjerësisht në të gjitha vendet e botës. Mosbatimi i këtyre praktikave i lë hapësirë rreziqeve të panevojshme dhe krijon një boshllëk të pajustifikueshëm në sistemin e mbrojtjes. Pronarët dhe administratorët e këtyre institucioneve duhet kuptojnë se siguria e klientëve nuk është vetëm një çështje imazhi apo marketingu, por është një përgjegjësi morale dhe ligjore. Ky nuk është një moment për të reaguar pas një ngjarje, por për të vepruar përpara saj. Paralajmërimet ekzistojnë pikërisht për të parandaluar, jo për të justifikuar neglizhencën. Vendosja e detektorëve të metaleve dhe forcimi i kontrollit në hyrje duhet të bëhet pjesë e menjëhershme e standardeve të funksionimit për çdo ambient publik me fluks të lartë. A duhet të ndihemi në rrezik nga Irani? Mbase në panik jo. Por për të marrë kujdesin ton, duhet na takoj. Shqiptarët e konsiderojnë jetën e tyre një cent, e mbase ndonjëherë zero. Amerikanët prandaj paralajmërojnë, sepse jeta një Amerikani gjithmonë vlen shumë. Por çfarë e ruan Shqipërinë? Në botën e sotme, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe aleancat ushtarake luajnë një rol thelbësor në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit. Shqipëria si anëtare e NATO-s gëzon një nivel të lartë sigurie dhe mbrojtje kolektive, çka e bën të pamundur që vende si Irani të ndërmarrin veprime agresive ndaj saj. Së pari, parimi themelor i NATO-s është mbrojtja kolektive, i sanksionuar në nenin 5 të traktatit themelues. Ky nen përcakton se një sulm ndaj një vendi antar konsiderohet si sulm ndaj gjithë aleancës. Kjo do të thotë se çdo shtet që do sulmonte Shqipërinë do të përballej menjëherë me reagimin e përbashkët të vendeve më të fuqishme të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë kryesore europiane. Një përshkallëzim i tillë do të kishte pasoja të rënda dhe të paparashikueshme për Iranin. Së dyti, Irani si një aktor ndërkombëtar është i vetëdijshëm për balancat globale të fuqisë dhe për rreziqet që sjell një konflikt i drejt për drejt me një aleancë si NATO. Një sulm ndaj Shqipërisë nuk do të ishte thjesht një veprim kundër një shteti të vogël, por një provokim i drejt për drejt ndaj një strukture ushtarake dhe politike shumë të organizuar. Kjo do të hapte rrugën për një konflikt të gjerë ndërkombëtar, të cilën Irani do të kishte interes ta shmangte. Gjithashtu, antarësimi në NATO nuk është vetëm një garanci ushtarake, por një faktor parandalues. Vetë fakti që Shqipëria është pjesë e kësaj aleance e bën atë më pak të rejse si objektiv për sulme të mundshme. Kjo, sepse çdo veprim agresiv do të kishte kosto shumë të larta strategjike dhe politike për çdo shtet që do ta ndërmerrte atë. Irani nuk do të kryente kurrë një sulm ndaj Shqipërisë, pikërisht për shkak të antarësimit të saj në NATO. Mbrojtja kolektive, balancat e fuqisë dhe efektet parandaluese të aleancës e bëjnë një skenar të tillë jashtëzakonisht të pamundur dhe të rrezikshëm për çdo agresor. Në historinë dhe kulturën e shqiptarëve vjet re një tipar i veçantë në mënyrën se si perceptohet rreziku dhe siguria. Ideja se kërcënimi bëhet real vetëm kur është i drejtë për drejtë. Me fjalë të tjera,
ekziston një bindje përhapur se nëse nuk na sulmon askush nuk jemi në rrezik. Kjo mënyrë të menduari ndikon jo vetëm në jetën e përditshme, por edhe në mënyrën se si shqiptarët e shohin sigurinë kombëtare dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Ky qëndrim mund të lidhet me përvojën historike të shqiptarëve. Reagimi ka ardhur kryesisht si përgjigje ndaj një kërcënimi konkret dhe jo si një masë parandaluese ndaj një rreziku potencial. Kjo ka krijuar një kulturë ku vigjilenca aktive shpesh zvendësohet nga pritja e një veprimi të hapur nga pala tjetër. Në këtë kontekst, është efekti parandalues i aleancave apo marrëveshjeve ndërkombëtare që mund të perceptohet si i kufizuar. Nëse rreziku nuk është i dukshëm apo menjëhershëm, ai nuk shihet si kërcënim real. Kjo bën që koncepti i parandalimit, që në thelb synon të ndalojë një konflikt para se të ndodhë, të mos vlerësohet plotësisht. Për pasojë, siguria shihet më shumë si një gjendje momentale sesa një proces i vazhdueshëm që kërkon vëmendje dhe përgatitje. Megjithatë, kjo mënyrë të menduari ka dhe kufizimet e saj. Në një botë gjithnjë më të ndërlidhur, kërcënimet nuk janë gjithmonë të dukshme apo të menjëhershme. Ato mund të jenë të fshehura, të ngadalta dhe të shumanshme. Në këtë realitet mbështetja vetëm tek ideja se rreziku ekziston vetëm kur na sulmojnë, mund të çojë në nënvlerësimin e situatave që kërkojnë kujdes dhe parashikim. Ashtu siç e ndoqet në Shqipëri kur kush nuk e mendon nëse nuk cënohet fizikisht se është i kërcënuar. Shantazhet në këtë vend gjithmonë konsiderohen të pavlera nëse në shëndetin tënd nuk e psuar asgjë. Kjo ndodh ndryshe në vendet më të përparuara në botë. Ata marrin masa që të mos ndodhi gjë. Ata nuk janë me parimin si në Shqipëri që duhet të ndodhi diçka që të marrin masa. Këtu ndryshon Shqipëria nga Bashkimi Evropian apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Natën e mirë dhe paçi fat.